Mos shko në Prag pa ditur këto 5 gjëra, sepse shumica e kuptojnë pasi kanë humbur kohë dhe para. E para, do është shumë më tepër nga ç'mendon. Qyteti duket i vogël, por rrugët me kaldrën dhe distancat të lodhin shpejt. Për këtë arsye, kupucët e rehatshme duhen me patjetër. Dyta, mos ul për të ngrënë në qendër. Aty ku është më bukur, zakonisht është edhe më turistike dhe më shtrenjtë. Largohu pak në rrugica dhe do gjesh restorante ku mund të hash shumë më mirë dhe më lirë. E treta, përdor transporti publik. Tramet dhe trenat janë super të sakta dhe të shpejta dhe të çojnë kudo. Për këtë arsye, taksia nuk është e nevojshme. E katërta, vendi ku zgjatë të flesh ndryshon gjithçka. Qendra është praktike, por shpesh është e zhurmshme dhe lodhshme. Pak jashtë qendrës, por me transport të mirë, është zgjedhja më e zgjuar. E pesta, Praga nuk është vetëm qytet i vjetër, po është i bukur, por magjia e vërtet është jashtë vendeve turistike. Shëtitjet buzëllumit, lagjet dhe pamja nga kështjella, aty mund ta ndjesh vërtet qytetin. Dhe mbaj mend këtë, Praga nuk është një qytet që thjesht e viziton, është një qytet që përjeton. Ndaje këtë video me dikë që ka në plan të vizitoj Pragën dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.